Lillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Rikthehemi vëllezër me temat e librit Fadlul Islam, vlera e Islamit. Dhe jemi tek tema e fundit e librit, të cilën autori Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, e titullon me titullin Bab at-tahdhiru min al-bid'a, paralajmërimi nga bidatet. Paralajmërimi nga bidatet, dhe qëllimi i autorit me këtë temë është të na paralajmërojnë nga rreziku i bidatit, pasojat e rënda të tij, dhe zgjodhi këtë çështje ta vendos në fund të librit të tij për të na treguar se tërë ato vlera dhe mirësi të Islamit që janë përmendur në temat e mëparshme të këtij libri nuk arrihen duke bërë risi bidate në fe, por duke përqendruar në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe bidati është afrimi tek Allahu i lartësuar me diçka të paligjësuar në fe, që nuk ka bazë në fe, qoftë ajo fjalë apo vepër, sepse bidati mund të ndodhë me fjalë, por mund të ndodhë me vepër. Dhe thot, afrimi tek Allahu, pra i cili vepron një bidat, ka si niyet, si qëllim, të afrohet tek Allahu me atë fjalë apo me atë vepër, por nëse ajo nuk është e ligjësuar në fe, nuk ka bazë në fe, atëherë konsiderohet bidat. Dhe ka thënë Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma se çdo bidat është humbje, edhe nëse njerëzit e mendojnë të mirë. Pra, sado i bukur, i mirë, apo efekt pozitiv që mund të duket sikur ka ajo fjalë apo ajo vepër, nëse është bidat, nuk ka hajër në të, është humbje. Është humbje. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja tërhiqte vërejtjen muslimanëve nga ky gjunaf, nga ky rrezik çdo xhuma, kur thoshte në hapjen e xhumas, o kullu bid'atin dalale, dhe çdo bidat është humbje. Çdo bidat. Dhe fjala kullu në gjuhën arabe është nga termat përgjithësues, më të përgjithshëm, pra që përgjithsojnë diçka dhe nuk përveçojnë apo nuk përjashtojnë diçka tjetër. Prandaj kur profeti alayhi salatu sallam tha çdo bidat është humbje, nuk ka këtu, pra i përgjithsoj të gjitha bidatet, ndryshe nga që mendojnë disa njerëz, duke ndarë bidatin, bidati mirë, bidati keq. Jo. Nuk bëri një shtjellim të tillë profeti alayhi salatu sallam, nuk bëri një ndarje apo një përveçim, por tha çdo bidat. Pra të gjitha bidatet janë humbje. Dhe çdo humbje, përfundimi i saj është zjarri i xhehenemit. Dhe ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jo çdo kush që dëshiron hajrin e ka arritur atë. Vjen dikush dhe bën një bidat, qoftë me fjalë apo me vepër, dhe thot, unë dëshiroj të mirën me këtë gjë, dëshiroj të adhuroj Zotin tim, dëshiroj të i bëj dobi muslimanëve apo fesë. Jo. Nuk është kriter, nuk është kusht, dëshira, niyeti apo perceptimi jot për ta pranuar apo refuzuar një bidat. Jo, çdo bidat është i refuzuar. Nuk ka hapësirë apo interpretim tjetër apo përveçim. Çdo bidat është humbje. Prandaj thot Ibn Mas'ud, jo çdo kush që dëshiron të mirën e ka arritur atë. Nëse është bidat, le të jetë niyeti jot më i sinqerti, ajo mbetet humbje. Dhe kanë thënë disa nga selefët, nga të parët tanë të mirë, se ai i cili
e kontrollon apo e kufizon veten e tij, fjalën dhe veprën e tij brenda sunetit, do të flas hikmen, urtësinë, ndërsa ai i cili nuk e bën diçka të tillë, por ndjek egoizmin, ndjek paditurinë, atëherë ai do të flasë me bidatin. Atëherë do të flasë me bidatin. Dhe kjo është një fjalë e bukur. Kjo është edhe si një rregull. Dhe si thot Ibn Taymije, Allahu më mëshiroft, se ahlu sunne, pasuesit apo hithtarët e sunnetit, u quajtën të tillë sepse ata shfaqin sunnetin. Në fjalët e tyre, në veprat e tyre shfaqin sunnetin. Pra ajo që thonë është sunnet, ajo që veprojnë është sunnet, ka bazë në fe. Ndërsa ahlul bid'a, pasuesit apo hithtarët e bidatit, u quajtën të tillë sepse ata sjellin apo veprojnë bidatin. Shpigin apo veprojnë bidatin, pra shfaqin bidatin. Dhe sjell autori disa argumente në lidhje me këtë çështje. Ku argumenti i parë që sjell është hadithi i njohur, dhe në hadithet madhështore të fesë, i mbushur plot rregulla dhe dobi, plot çështje, në Al-Irbad bin Sariya radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tregon dhe thotë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë na këshilloi në atë mënyrë, me një këshill të qartë, të plotë, të bukur, pra, në atë mënyrë sa zemrat na u drodhën dhe syt na u përlotën. Dhe i tham, o i dërguari i Allahut, kjo i ngjan këshillës së njeriu që do të lërë lamtumirën. Prandaj na këshillo, na jep diçka më tepër nga ajo që them më parë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, usikum bit taqwallahi azza wa jall. Ju porosis juve për devotshmëri ndaj Allahut të madhëruar. Was sam'i wat ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abd. Ju porosis për dëgjueshmëri, bindje, edhe nëse mbi ju, si udhëheqës, pra, vendoset një rob. Pra një njeri që ka një status më të ulët se i liri, një sklav. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Dhe ata që do të jetojnë edhe më pas, pra do të kenë jetë më gjatë se disa të tjerë, do të shohin përçarje të madhe, tha profeti alayhi salatu wassalam. Të madhe në llojin e saj, por edhe të shumtë në llojet e tyre. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Mbahuni pas sunetit tim dhe sunetit të khalifeve të drejtë dhe të udhëzuar që janë pas meje, që do të vinë pas meje. Addu alejha bin nawajidh, kapuni, mbahuni pasaj me dhëmbal. Wa iyakum wa muhdathatil umur, kujdes, ruhuni nga risit. Fa inna kulle bid'atin dalala, sepse çdo bidat është humbje. Fjalën bidat e përthejmë edhe me fjalën risi. E përthejmë me fjalën risi. Por fjala bidat ka përdorim kryesisht tek mosha e vjetër e njeh si term, e përdorin si term fjalën bidat. Çfarë na thot dhe hadithi është i saktë të Abu Daudit, Tirmidhiu dhe të tjerë. Çfarë na thot sahabi nderuar Al-Irbad bin Sariya radhiyallahu ta'ala anhu. Thot se një herë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na këshilloi. Ç'është këshilla? Këshilla është orientimi, udhëzimi, hajeri që i tregon dikujt me qëllim që ta veproj, dhe paralajmërimi nga e keqja që ja jep dikujt me qëllim që të ruhet, të mos veprojë atë. Dhe veçoria e këshillës është që është e përmbledhur, e shkurtër, pa detaje. Pa detaje. Dhe këshillën e jep ai njeri që largohet për një kohë gjatë nga familja e tij, por edhe i cili largohet përfundimisht nga dynjaja dhe i le amanete familjarëve të tij. Dhe në të dy rastet, si në të parin dhe në të dytin, çdo kush që lë një këshill lamtumire të tillë, përpiqet që t'i jap çështjet më të rëndësishme, më të dobishme, më të përmbledhura,
pamandrësi, Dhe të tillë veproi profeti alayhi salatu wassalam, saqë zemrat e sahabëve thot el-Irbad u drodhën nga frika e Allahut për të këshillës që dha profeti alayhi salatu wassalam dhe syt përlotën. Gjë që tregon se këshilla duhet të jetë e bukur, duhet të jetë e qartë. Prandaj thotë sahabi fillimisht na dha një këshillë të qartë, dhe kuptimi të qartë të kuptohet. Selam. Jo të zgjedhi dikush që i jep këshill një masë njerëzish apo qoftë një individi të zgjedhi terma që nuk janë të gjuhës së tij, apo janë fjalë që nuk i njeh auditori apo masa të cilës ti i drejtohesh, për të shfaqur veten që ti flet një gjuhë të lartë, një gjuhë elitare, një gjuhë akademikësh dhe je i ditur etj. Ja, qëllimi është që të orientohen njerëzit, prandaj zgjidh termat, fjalët që njerëzit i kuptojnë. Ka pas prej dietarëve të cilët kur shkruanin libra në tauhid dhe donin në të gjë që të pastronin akiden, besimin e masës, ndonjëherë fusnin në rreshtat e librave të tyre terma që nuk janë të gjuhës standarde, por janë dialekte apo fjalë popullore që i përdorin njerëzit, por jo që i përkrasin rregullit të gjuhës standarde. Ja. Sepse qëllimi cili ishte, jo se ata nuk e dinin, jo se ata nuk ishin nivel njohuri të gjuhës, përkundrazi e dinin, por qëllimi ishte të udhëzoheshin njerëzit, të largoheshin nga shirku, të largoheshin nga bidati, të largoheshin nga gjunahet. Prandaj edhe i cili këshillon prindi, fëmijën e tij, bashorti, gruan e tij, hoxha, xhamatin, apo dikush tjetër më tepër një masë, duhet zgjedhë terma që i kupton masa. Dhe i tillë ishte profeti alayhi salatu wassalam. Padyshim që profeti alayhi salatu wassalam më i dituri në gjuhën arabe. Më i dituri për fjalët dhe termat e arabëve, për dialektet e tyre. Por kur fliste ai e kuptoshin të gjithë. E kuptonte ai që vinte nga fshati, nga shtretet e tjera, e kuptonte edhe ai që jetonte në Medinë, në qytet. Të gjithë e kuptonin profetin alayhi salatu wassalam. Dhe këshilla, gjë që tregon që profeti alayhi salatu wassalam vazhdimisht her pas here i këshillonte sahabët e tij. Prandaj nuk duhet lënë këshilla. Muslimanët duhet ta këshillojnë njëri tjetrin. Dhe normalisht këshilla ka ato rregullat, edukatën e saj e tjerë. Por jo të jetë edhe gjithmonë këshill. Për shembull, dikush që është predikues apo hoxh, jo të jenë të gjitha mësimet e tij vetëm këshill dhe nuk ka fare dituri. Ja, duhet të ketë edhe çështje që i përkasin diturisë. Prandaj thotë Umar ibn Abdulaziz, thot në fjalën e tij, ai i cili adhuroi Allahun pa dituri, pra është i pa ditur, musliman, i sinqert, bën adhurime për s'ka dituri. Kjo gjë mund ta çojë që e shumta e punës së tij të jetë e keqe, e gabuar. Mund ta çojë në bidate. Dhe një pjesë atyre që i veprojnë bidatet nuk kanë për një jetë të kundërshtojnë fen, profetin alayhi salatu wassalam. Jo, por mendojnë se po bëjnë adhurime shumë. Dhe tërë kjo vepër e tyre, që mund të jetë edhe një sakrificë, jo vetëm që nuk pranohet, që nuk merr shpërblim, por merr gjunafe. Prandaj duhet të jetë edhe dituri, mësim të fesë. Thot sahabi, o i dërguari i Allahut, na dhe një këshill si këshilla e njeriu që do të lërë lam të mirën. Pra sahabët e kuptuan që profetit alayhi salatu wasallam kishte ardhur fundi i jetës së tij. Prandaj disa komentues, kur komentojnë të hadith, thonë se këtë fjalë, këtë këshill profeti alayhi salatu wasallam ka dhënë në periudhat e fundit të jetës së tij, në periudhën e fundit të jetës së tij. Dhe i kërkuan sahabët profetit alayhi salatu wasallam që ta plotësonte këshillën, me që shpejt ai do të largohej. Dhe
Këshilla në raste të tilla është edhe sunet i pejgamberëve të tjerë. Para se të largoheshin nga kjo botë, jepnin këshill. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. E këtë gjë, këtë këshill ja dha Ibrahimi bijve të tij, por edhe Jakubi bijve të tij kur i tha o bijtë mi, Allahu zgjodhi për ju këtë fe. Allahu zgjodhi për ju këtë fe. Prandaj mos vdisni ndryshe vetëm se duhet të qenë musliman, të nështruar ndaj Allahut. Dhe e filloi këshillën profeti alayhi salatu wasalam duke thënë usikum bi taqwallah, ju porësis juve që të jeni të bindur, të devotshëm ndaj Allahut. Ai dha në këshillën e tij disa çështje, por e filloi me bindjen ndaj Allahut, sepse kjo është më e madhja. Dhe ky është qëllimi i ekzistencës, i krijimit ton. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë krijova xhinë dhe njerëzit me qëllimin e vetëm që ata të më adhurojnë mua. Dhe kjo është një këshill që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë të gjithëve. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne i porositim ata që ishin përpara jush, por edhe për thtarëve të librit, por edhe juve an ittaqullah, që të jeni të devotshëm, të bindur ndaj Allahut. Dhe dietarët kanë dhënë përkufizime të ndryshme për sa i përket devotshmërisë, devocionit ndaj Allahut. Por më i bukuri që përmendet është ai që ka dhënë Talq ibn Habib rahimahullah nga dietarët e tabiinëve, i cili ka thënë se devotshmëria është të veprosh me bindje ndaj Allahut, duke pasur dritë nga Allahu, pra argument, dituri, dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut për të veprat mirë që bëre. Ti largohesh gjunahut, kundërshtimit të Allahut, me dritë nga Allahu, pra prap me dituri e një që kjo është gjuna, ka pasoja të këqija etj, nga frika e dënimit të Allahut. Dhe realiteti apo thelbi i devotshmërisë është që ti të vendosësh një pengesë ndërmjet teje dhe dënimit të Allahut. Dhe kjo është marrë nga kuptimi gjuhësor i kësaj fjale. Më pas profeti alayhi salatu wasallam tha ju porësis juve për dëgjueshmëri dhe bindje. Ktu ka për qëllim udhëhesin e shtetit. Nëse është musliman, atëherë cili është qëndrimi i masës muslimane ndaj tij? Bindja. Por normalisht bindja këtu është kufizuar me kufit e Allahut. Pra nëse ajo çështje që urdhëron dhe kërkon i pari është gjuna, nuk lejohet i bindesh. Ai i cili na porositi neve për bindje, na kushtozoi me korrektësinë ndaj Allahut. Nuk ka bindje ndaj krijesës tha, duke kundërshtuar krijuesin, apo nëse kundërshton krijuesin. Pra nuk i bindesh në atë çështje dhe mban qëndrimin korrekt ndaj tij. Pra jo nëse sheh gjunah ndaj udhëhesit musliman dhe të ngrihesh në revolta, në protesta, në kryengritje. Ja, kjo gjë nuk lejohet në fe. Islami ka rregullat e tij, sidomos në çështjet e udhëheqjes, në çështjet e politikës. Islami ka sqaruar çdo gjë. Nuk ka lënë ndonjë fush pa sqaruar, apo t'ja lërë njerëzve të vendosin rregulla. Jo, sepse do të gabonin. Allah i lartësuar, profeti alayhi salatu wasallam, edhe në të çështje që është delikate, sepse çon në luftra civile, apo çon në shkatërimin e shoqërive dhe të vendeve dhe pushtimin e tyre nga armiku, kur ato dobësohen, vendosin rregulla. Nuk lejohet i bindesh në atë çështje që është gjuna, por kjo nuk është leje që ti të ngrihesh në revolt për ta përmbysur atë. Vetëm në rastin nëse shihni kufër të qartë, tha profeti alayhi salatu wasalam. Dhe kufri i qartë është kur nuk ka hapësirë që mund të interpretohet edhe në një mënyrë që s'është kufër. Pra, por i cilësuar nga dietarët si një fjalë apo vepër që e nxorri udhëhesin nga feja. Dhe nuk ka arsye që ai të justifikohet më. Por edhe në këtë rast, nëse keni mundësi ta rrezoni, përndryshe është e kotë kryengritja apo revolta ndaj tij, sepse do të ketë vetë se gjartdardhje.
dhe nuk do arrihet qëllimi. Dhe në disa përcjellje të tjera dhe thot profeti alayhis salat edhe nëse ai është rob, sklav, dihet që me ixhma të dietarëve nuk lejohet që sklavi të bëhet udhëheqës i shoqërisë muslimane. Nuk lejohet. Por nëse ndodh, marrim shembull ekstrem. Disa dietarë thonë se qëllimi është që të përmendet edhe në rastet më ekstreme. Edhe nëse ndodh diçka e tillë, është supozim. Disa të tjerë thonë jo, mund të ndodhë realisht. Bën revolt sklavi, merr pushtetin. Edhe nëse ndodh, prap, dhe ai është musliman, është detyrë për masën t'i bindet. Gjë që do të thotë se muslimanit apo muslimanët nuk duhet i shtyjë mendjemallësia në atë pikë që të refuzojnë bindjen ndaj udhëheqësit të tyre, duke thënë unë jam brez pas brezi, familje madhe, dere madhe, të shkolluar të gjithë, të pasur, kemi pasur pushtet dhe të vi tash një udhëheqës nga një periferi apo nga fshati etj dhe nuk ja lejon vetes time ti bindem me ti zbatoj urdhrat e tij. Jo. Prandaj e përmendi profeti alayhis salam edhe nëse është rob dhe në disa përcjellje të tjera edhe nëse është rob Abisinie. Dhe kokën e ka si kokra e rrushit të thatë. Veçëria fizike atyre njerëzve që janë të tillë, të dobët, të imët, me kokë vogël. Pra edhe nëse është i tillë në pamje, pra që tregon një njeri si jo normal në fizikun e tij, plus sa ka një status më të ulët se ju, prap nuk lejohet që të mos i bindesh atij. Dhe tha më pas profeti alayhis salatu wassalam, kush do të jetoj pas, pra do të jetoj gjatë, do të shoh përçarje të madhe. Dhe kjo është nga argumentet që vërtetojnë profetësinë e Muhamedit alayhis salatu wassalam, sepse dihet pas profetit alayhis salatu wassalam dhe në fundin e periudhës së sahabëve filluan dhe dolën grupacione të ndryshme, bidate, sekte, dolën kaderijet, u shfaqën khawarijët, u shfaqën rafidat e të tjerë. Filluan njëri pas tjetrit. Gjë që paralajmëroi për të profeti alayhis salatu wassalam. Paralajmëroi. Prandaj tha kush do të jetojë gjatë, do t'i shoh përçarje. Pra paralajmëroi për një situatë të rrezikshme, të frikshme, që të çon në humbje, dhe humbja të çon në zjarr. Dhe në momentin që dëgjojmë këtë fjalë, lind pyetja, cila është rruga e shpëtimit? Cila është mburoja, mënyra për të shpëtuar nga këto fitne, nga këto bidate? Profeti alayhis salatu wassalam, këshilluesi më i mirë, nuk e la bosh zbrazët. Nuk e la pa rrugëzgjidhje të çështje. Por tha, fa aleikum bi sunneti, mbahuni pas sunnetit tim. Kur t'ju vinë situata të tilla, njerëz të tillë, apo të jetoni në shoqëri të tilla, fa aleikum bi sunneti, mbahuni pas sunnetit tim. Pra kur të flisni të jeni në përputhje me sunnetin tim, në çështjet fetare, Kur të veproni në çështjet fetare të jeni në përputhje me sunetin tim, keni argument. Përndryshe është bidat. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Por edhe me sunetin mbahuni pas sunetit të halifeve të drejtë dhe të udhëzuar që do të jenë pas meje. Qëllimi me këta halife është Ebu Bekri, Umeri, Othmani dhe Aliu. Siç vjen në një hadith të profetit alayhi salatu wasalam, khilafetun nubuwa 30 sana. Khilafeti, udhëheqja, trashëgimnia profetike është 30 vjet. Është 30 vjet. Dhe po të numërohen udhëheqja e secilit nga të katër këta halife, plotësohet 30 vjet.
Dhe më pas çfarë ndodhi? Mbretëri. Erdhi një tjetër sistem. Që erdhi mbretëria dhe mbreti I parë I muslimanëve ishte sahabi I nderuar Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu ta'ala anhu, dhe ai është mbreti më I mirë deri në kiamet. Dhe ai është mbreti më I mirë. Dhe katër khalifeve I cilësoi profeti alayhi salatu wassalam cilësitë e tyre. Tha janë të drejtë dhe janë të udhëzuar, cilësi të cilat Allah subhanahu wa ta'ala ja përmendi dhe tregoi se I ka I dërguari I Tij, ma dalla sahibukum o ma gawa. Shoku juaj nuk ka humbur dhe as nuk është I paditur. Dhe as nuk është I paditur. Dhe të tillë ishin edhe këta khalife që trashëguan profetin alayhi salatu wasallam në udhëheqjen e muslimanëve. Nuk e trashëguan thjesht në udhëheqje, por e trashëguan edhe në dituri, në akide, në sinqeritet, në bindje ndaj Allahut të lartësuar, në drejtësi. Dhe kuptimi me sunetin e tyre nuk është se ata do të sjellin diçka të re në fe. Do të sjellin një rrugë tjetër, secili nga një rrugë, nga rruga e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ja. Por se udhëheqja e tyre, fjala e tyre, vepra e tyre do të jetë përforcim dhe përqendrim, stabilizim I sunetit të profetit alayhi salatu wassalam. Japim një shembull. Umri radhiyallahu ta'ala nuk kur tha fjalën e tij sa bidati I mirë është ky. Kur e tha kur I bashkoi muslimanët për faljen e teravive të gjithë bashkë pas Ubej bin Ka'bit, sepse falishin veç e veç. I falshin teravit veç e veç. Apo grupe. Dhe vendosi që t'i bëj të gjithë bashkë. Pas një imami, siç bëhet sot e kësaj dite. Dhe kur e parë të gjë, të gjithë muslimanët bashkë në faljen e teravive pas një imami, I pëlqeu dhe tha sa bidat I mirë është ky. Kuptimi I bidat tu nuk është risi shpitje në fe, por risjellje e diçka ajo që ishte lënë. Çfarë ishte lënë? Sepse I pari që I bashkroi muslimanët me një imam në teravi ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam. 3 në 3. Nga net e Ramazanit I fali teravit me xhamat dhe sahabët pas tij. Dhe nuk vazhdoi më tutje sepse kishte frikë se mos muslimanët mendonin apo mos kjo gjë bëhej farz. Dhe do të rëndohej me një tjetër obligim ummeti I tij dhe nuk donte, sepse ishte I dhëmshur, I mëshirshëm ndaj muslimanëve. Dhe kjo ishte arsye që e la. Dhe vazhduan shumë në kohën e Abu Bekrit derisa erdhi Umeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe e riktheu diçka të tillë. Dhe ky është kuptimi I fjalës sunetin e khalifeve. Pra, ajo këshill, ajo vepër, ai rregull që vendosin për stabilizimin, konsolidimin dhe forcimin e sunetit të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë hadith pra tregohet se mirësitë e Islamit dhe shpëtimi arrihet me 2 mënyra. E para, përqendrimi në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, dhe e dyta largimi nga bidatet. Përqendrimi në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam dhe e dyta largimi nga bidatet. Kush I ka këto 2 veçori, ka nga Allahu një mirësi dhe një sukses të madh. Ai që adhuron Allahun me dituri, për atë fjalë që thot, për atë vepër që bën, e di që është në fe, ka argument. Dhe është I sinqert dhe I largohet bidatit, ai është në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në të kundërtën, është në humbje. Dhe çdo humbje është në zjarr,
tha profeti alayhi salatu wassalam. Elusim Allahun Azza wa Jall na japi neve dituri, na japi neve përqendrim në sunetin e tij, na ruaj nga bidatet. O subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.